2 nëntor, të ngazëllosh në dhimbje. Lum ju kur do t'ju fyen dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënjur do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllehuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Mateo 5:11-12. Hedonizmi i krishter thot se ka mënyra të ndryshme për të ngazëlluar dhe të vuajtur si krishter, që të gjitha duhet të ndiqen si një shprehje e hirit të gjithëmjaftueshëm dhe plotësisht të kënaqshëm të Perëndisë. Një mënyrë për të ngazëlluar në vuajtje vjen kur e nguliti mendjen fort në madhështinë e shpërblimit që do të na vinë në ringjallje. Efekti i një përshëndrimi të tillë është se e bën dhimbjen tonë të tanishme të duket e vogël në krahasim me atë që po vjen. Sepse unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me ladhin që do të zbulohet në ne. Romakëve 8:18 krahaso me 2 Korintasve 4:16-18. Duke e bërë vuajtjen të përballueshme, ngazëllimi për shpërblimin ton do ta bëjë të mundur edhe dashurinë. Por ju t'i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë, e shpërblimi juaj do të jetë i madh. Luka 6:35. Jeni bujar me të varfrit dhe do të jesh i lum, sepse ata nuk kanë se si të ta kthejnë, por shpërblimi do të jepet në ringjallje të drejtëve. Luka 14:14. Siguria në këtë shpërblim të premtuar i kaput litarët e frymës së botës dhe na çliron për ta përqafuar çmimin e dashurisë. Një mënyrë tjetër për të ngazëlluar në vuajtje vjen nga efektet që vuajtja ka mbi sigurinë tonë të shpresës. Gëzimi në vuajtje nuk është i rrënjosur vetëm në shpresën e ringjalljes dhe shpërblimit, por edhe në mënyrën se si vetë vuajtja vepron për ta thelluar atë shpresë. Për shembull, Pali thotë, dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon durimin, durimi përvojën dhe përvoja shpresën. Romakëve 5:3-4. Me fjalë të tjera, gëzimi i Palit nuk është thjesht i rrënjosur në shpërblimin e tij të madh, por edhe në efektin e vuajtjes që e përforcon shpresën e atij shpërblimi. Shtrëngimi prodhon durimin dhe durimi prodhon një ndjesi që besimi ynë është real dhe i vërtet, dhe kjo e forcon shpresën tonë se me të vërtet ne do të fitojmë Krishtin. Prandaj, pavarësisht nëse përqendrohemi te pasuritë e shpërblimit apo tek efektet rafinuese të vuajtjes, qëllimi i Perëndisë është që gëzimi ynë në vuajtje të përforcohet.